Aksi rrugor Levante-Pelen është përfshirë nga 2 aksidente brenda 24 orëve të fundit, duke lënë disa persona të lënduar dhe duke rikthyer shqetësimin për sigurinë në një nga rrugët më të frekuentuara drejt jugut të vendit. Paraditën e sotme rreth orës 9:40 në vendin e quajtur Varibob, një automjet tip Volkswagen i drejtuar nga shtetasi KM ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga duke përfunduar në një kanal anësor. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit mbeti i lënduar dhe u transportua në Spitalin Rajonal të Fierit për ndihmë mjekësore. Burime nga spitali bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë një ditë më parë, në afërsi të fshatit Fratar, 5 automjete mes tyre dhe një kamper me turist u përfshin në një aksident zinxhir. Nga përplasja mbetën të plagosur 3 persona, 2 shtetas gjerman dhe 1 shtetas shqiptar. Të lënduarit morën ndihmën e parë mjekësore, ndërsa 2 prej tyre u transportuan drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Në të dyja rastet në vendngjarje mbërritën forcat e policisë dhe grupet hetimore, të cilët po punojnë për të zbardhur rrethanat e aksidenteve. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia mbi normat e lejuara ka qenë një nga shkaqet kryesore të aksidentit të ndodhur pranë Fratarit. Aksi Levante-Pelen mbetet një nga segmentet më të ngarkuara gjatë sezonit veror, pasi përdoret gjerësisht nga pushuesit që udhëtojnë drejt Bregdetit dhe zonave turistike të jugut të Shqipërisë.